Është aq keq, është një situatë e keqe, sa këtu nuk viret dorë fare. Ky lum tash është prishur që atje lart. Po kjo pjesa këtu është më keq duket. Kalojnë makinat këtu me një kalim. Janë bërë gjithë ato aksidente. Kalojnë gjithë qytetarët këtu, kalojnë gjithë shtetarët e shikojnë dhe nuk vën dorë. Në të njëjtën kohë që këtu s'bën asgjë, andaj nga lagje Pogradeci ka to policia e rregulluan e për shumë bukur. Po këtu ta lëmë në këtë gjendje të rrimleve. Ne jemi si Kandahar, ata të rojnë si. A jemi njësoj, a jemi tërë votues. Votojmë të tërë për një qëllim. Lihet kjo gjendje këtu s'lihet. Jemi shumë të indigjuar, po shikojtë se çfarë bëhet. Kam keq se aq. Unë kaloj në një urë aty, më kam një urë të ngushtë, kam jam me të sëmurë. Atë kam një pa këmbë kam të sëmurë. Tash pje në spital, më kurris ta nxjerr gjati më tan. Dema pata as gjës na vllana, sa s'mendoj njëri për neve, jo kështu po ja ashtu hiç. Shpërblyen ata që nuk dushin shpërblyer, edhe nuk shpërblyen njerëzit që janë dëmtuar vërtet. Do ta bëjmë, thonë, do bëhet gjithë lumi, po kur të bëhet gjithë lumi le të bëhet. Po unë si ti un ka me të sëmurë ka 6-7 muaj që jam këtu më këtë ditë. Lihet ky vend kështu. Për mua jo, po atje është prishur rruga më tan. Edhe këta është e prishur dhe janë bërë aksidente. Ishte një burr me gjithë të shoqen u përplas me motor, sepse kalojnë nga yu krau ande makinat, se kanë krau këtë kalojnë. Kalojnë që ande dhe përplasen. Keq sa më keq se ka. Thirrja që bëjmë të vend dorë këtu. Ta bëjnë këtë. Nuk do të investim këtu më. Funan e matan e bëra lumi. Mua nuk më lejoni që unë po me dëshirën time fundit ta bëj këtë pjesë. Po jo kështu më këtë ditë, të më lejnë mua. Unë vi dal atje, unë s'kam nga lëviz. Po i bie përmes tokës time kaloj, po s'kaloj, ja kaloj në përshira, në për gjëra. Edhe do ta bëjmë, tash i thonë nuk e bëjmë, se bashkia nuk pas ka dhënë. Tu e ka shteti. Tu zgjerohet gjatja. 4 metra, e pastaj e ka lart pastaj. Do që tjata ja dy, që dojnë makina që atje, unë aty kam shpili, aty kam, rive qirau. Edhe që dojnë që makina aty, presit të kthejet të këmbej këtu, një di gjyshu për plakje plaka. Pasaj dhe ata morbidit e të stashtu, po mirë dhe me makinë, shtyria o këte, o hithi ati, ajo shësi rria. Ajo është të leqe, bie poshtë, po kjo këtu. Po në rahat e qaj, përpiqen makinat këtua. Rrezik shpesh më si është. Bira shka nuk të shesi duket ajo. Po shikojnë dhe ka në gjej, po shikojnë ato aty. Po ne kemi me tensiona, apo janë të mbarë këta shoferat që ka njërë tashi. Po për para e bete dhe të muaj kursi për shoferë. Tashi e marrin dhe lik, e dep, bap, e përplasen. Një 2-3 gjërë që ka shtypur atje në faktë, themi drejtën, kështë fajtë unë. Unë i kështë fajtë. S'ka fajtë, të kuj ka i ka, po si ka, si me fajtë. Se vejmë neve, ty për para, ka dyqan aty neve, aty për para. Ta e rruga aty kalojnë. Ata shko, që janë grekë, që janë shoferat, që janë nga jashtë, vita që në gushtë, janë shumë të respektuar. Një të shëja tjera të trak, që dronë, 5 metrë largë. Pas ta e petë, kalonë në thotë. Do zgjidhe qeveria ta zgjidhe, qa zgjidhe është? Qeveria ta bëj atë. Dhe i ta bëjva, kush ta bëj? Bashkia, po shiko ti mu të gjepat dhe lekët dhe gjepat. Marri me qenë 20 leka pensionur atje. Po si se është rrezikshme? Makinat dim të na shkojnë në anës tjetër. Nuk na shkojnë rruga. Bien fëmijët, bien e rrezikshme sa më s'ka me. Jo, asnjëri s'ka ardhur. Ne tash duhet na rregullohet rruga. Se me fëmijë do shkojnë në shkollë, do shkojnë në rruga, është keq. Të rregullohet sa më parë. Po beari, po vinë, po si. Do vine, për bear do vine, do kalojnë, do bëjnë, qarë, na marin keq pasaj. Po thuj se, po bën vitin tashi, që është bërë kështu, që nuk është rregulluar rruga. Tashi të rregulloj sa më parë. Ne që janë dhe vi këte, që shembeta është gati. E vi që këte anës kështu, vete në dyqa.
që po vjen e pysim një iPhone. Tremendo.